Personat që hanë gështenja gjatë dimrit duhet urgjent ta dëgjojnë këtë. Do ngeleni pa fjalë. Gështenjat janë ndër më të mirat e sezonit, të pjekura ose të zjera, aroma e tyre është e parezistueshme, posaçërisht në këto ditë vjeshte, të cilat mund t'japin edhe më shumë përfitime. Për të mësuar më shumë mbi vlerat e gështenjave dhe çfarë i ndodh organizmit nëse e konsumoni gështenjën, dëgjoni me vëmendje vlerat e listuara në këtë video sipas ekspertëve. Një grusht me gështenja do të sjellë shumë vlera për shëndetin pasi janë të pasura me vitamina dhe minerale. Gështenjat janë një burim i pasur i vitaminës C, kalciumit dhe fosforit, ju bëjnë që t'jeni më të ngopur. Gështenjat kanë pak yndyrë në krahasim me arrorët e tjerë, gjithashtu, konsumi i gështenjave është fantastik për personat që ndihen të lodhur dhe pa vullnet. Gështenjat mund të konsumohen pasi kanë nivele të larta të energjisë për organizmin, proteina, yndyrna, vitamina E dhe gjithashtu duhet të hahen të paktën 10 kokra çdo ditë.